Kjo është një betejë për ndërgjegjen e njeriu. Nuk ka ndodhur kurrë. Asnjë pushtues nuk I ka lejuar vetes të bëjë një ligj të tillë. Të shkel çdo normë. Dhe tani nxorim burojnë e Beogradit përpara. Tani na thotë se s'na duhet Brukseli, por na duhet Beogradi. Tani rikthehet në skenart haptas anti-shqiptar. Nuk ka kom në botë që do të duronte një njeri si ky. Kur? Akti I fundit me Slobodanin e ri, Aleksandar Vučićin, është një thirrje për adetarin e çdo shqiptari kudo që ndodhet. Ky ka shtruar Shqipërinë në një vend tepër të rrezikshëm për kombin, për të ardhmen e kombit, duke përdorur pushtetin e tij. Ndaj dhe duhet I përgjigjemi në mënyrën më të fuqishme. Në mënyrën më të fuqishme dhe unë kam besim se do I përgjigjemi. Data 12 është kryengritja e radhës. Ftoj qytetarë shqiptar në të katër anët e Shqipërisë të bashkohemi kundër kreut të kësaj organizate kriminale, por t'i dhanë përgjigje merituar për vjedhjet e tij dhe për tradhtinë e lartë kombëtare që I bën idealeve europiane të popullit shqiptar, ëndrës europiane të shqiptarëve për të zënë vendin e tyre të merituar në Bashkimin Evropian.